Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe arrestuan shtetasin J 38 vjeç pasi ka kallëzuar shtetasi FH 29 vjeç se 38 vjeçari ka tentuar ta godas me përforcues grushti, dorez metalike, arma e ftohtë sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin ZR 74 vjeç, pasi ka kallëzuar shtetasi MR 64 vjeç, se 74 vjeçari e ka goditur me sende të forta gjatë një konflikti ndërmjet tyre. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin ED 29 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike e kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Fusharës referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin XI 56 vjeç, pasi ka kallëzuar shtetasi ZF 43 vjeç, se 56 vjeçari ka ndërprer ujin e pishëm. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VAU-IDS referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AH 49 vjeç dhe AH 63 vjeç, pasi ka kallëzuar shtetasi SM 37 vjeç, se këta shtetas kanë goditur me mjete të forta. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.